Përshëndetje dashur miq, jemi sot në një ditë tjetër, sot me grupin e parë. Kemi tavën bechamel për të shqyrtuar, më saktë kemi bechamelin si element për të tekstuar dhe më pas ta përshtasim të një tavë. Tava quhet një tavë le themi standarde nga zona e Gjermanisë, le themi është tava Datinos. Është tavë goxha e hershme, është mbi të gjitha e shishme, por ngele për të parë dhe për të studiuar nga ne. Kryesisht do merrem me bechamelin. Bechameli kërkon një masë fikse të miellit, siç i shkojmë dhe nga kamerat, pra ka marrë sasi caktuar miell dhe gjalp. Preferohet që të jetë gjalp i një cilësie të lartë. Nuk mund të jetë margarinë ose gjalpet të cilësisë së 2 ose 3, por ashtu sepse soni, siç kemi parë her pas here, kanë aroma të ndryshme dhe mund të arrijë bechamelit të unifikojë një shije të padëshiruar. Gjithsesi, që të marrë komplet kuptimin e fjalës bechameli, kemi arë moskat të grirë. Arë moskat është një pemë arrore, është shumë e shishme, përshtatet shumë mirë me bechamelin, është kjo kokra dhe normalisht kam zgjedhur ta shtoj dhe atë. Por nuk përfundon këtu, përveç kripës dhe piperit, duhet të shtojmë dhe një sasi shumë të vogël granës, pra le të themi është e saj, por jo sasi e madhe, pra kjo është më shumë sipas preferencave tona, por jo se është standard. Qumshi duhet të jetë pak i ngrohtë, i vakët. Kemi marrë një qumësh normal, siç mund të gjejmë në çdo market, dhe mbi të gjitha pa harruar dhe 2 të verdha vezësh për masën që do të përfitojmë neve. Gjëja e parë që duhet të bëjmë, ndezim qëndrojmë aty. Ndezim vatrën për të shtuar qumshin. Qumshi duhet të jetë i vakët. Në ana tjetër, qumshin e lëm veç dhe ndezim vatrën për të shtuar dhe për të bërë procesin, si e kemi thënë. Procesi ROX është shkumëzimi i miellit dhe me gjalpin, më mundur lidhjen e tyre dhe normalisht më pas është rradha e qumshit që është i ngrohtë, jo i nxehtë, pra le të themi i vakët. Do të lutesh atë ta krijoni le të themi një ide të qartë me sy, sepse ne kuzhinierët do të jemi pak jo çdo gjë me peshore. Po, me peshore bëhen disa receta që janë fikse. Nëse kur flasim për ushqime masive, kur janë disa gjëra që le të themi nuk kanë nevojë peshore, është ai syri jon profesionisht që duhet të mësuar her pas here. Dhe në këtë rast ke bechameli do ndodhi procesi shkumëzimit, siç e kam thënë dhe gjatë orës së teorisë. Që mos atë gjithë pak gjalpit, do na duhet pak vaj duke i shtuar në pjesën e saj të brendshme. Mirë. Shtojmë dhe pak vaj, që bëjnë të mundur edhe kamera mund ta fokusoj, që bëjnë të mundur mos djegjen e saj. Do shkrihet e gjitha masa, ja po kam këtu. Do shkrihet e gjithë masa e saj që të jemi gati të shtojmë dhe miellit. Do shtojmë pak si fillim, që të kemi mundësi të shtojmë akoma më shumë, sepse nëse shtojmë më shumë i bie që nuk e heqim dot. Do thonë u shtojmë prap gjalp. Ky procesi më pas do fillojë të ketë problematikat e veta. Dhe nuk e lëm me temperaturë të lartë, po e lëm me temperaturë të lartë do të ketë probleme të tjera. Ja, siç e shikojmë, po shkrihen avash avash, kam fituar temperaturën që ka tigani vet, nuk do doja kurrësi të mbaja aromë gjalpit, djegje. Është një produkt që mund të digjet lehtësisht. Po s'patëm kujdes. Dhe ka krahut tjetër kemi vendosur një tenxhere me ujë të nxehtë për të bërë të mundur le të themi ketava e patateve një gatim të saj 20%. Pasi nuk do duam t'i gatuajmë për një kohë shumë të gjatë. Është një tavë që konsumohet shpesh nëpër restorante. Është pak e mërzitshme në thonjë sepse ka pak mund, ndonjë rregullsi vendosjes së produkteve, që të përftojmë mbi të gjitha dhe atë kontorën e dëshiruar. Është rradha, më diçni pak, është rradha e miellit, jo e qumshit. Mielli do të jetë dhe tjetë le temi i bërë. Si që tha, bëjmë njerë të razini me lutëruri, pastaj procesi frustus duhet tjetë këtë pjesa e qumshit. Tu ndodhë procesi shkumëzimit, si që kemi thënë her pas here. Kjo është ai kremi magjik që ndodhë shpesher, që unë se kam shumë qef, por ke bechameli është i rëndësishëm. Zakonisht e përdorin ta që janë për restorante për të lidhur pastat.
Kemi pas për shembull tendencë të lartë, e përdorin pak për ta lidhur siç duhet. Por që nuk është e këshillueshme. Sepse është dëmshme me të gjitha, se është sasi mielli i tepërt, gjalpi, byre. Shikoni, ky është procesi i shkëmbëzimit miell plus gjalp. Do jetë akoma më shumë. Masa me sy të lirë është perfekte. Kjo do të jetë masa. Okej? Por duhet ka bordisur, më shikoni edhe pak kamera këtu. Jo ta arsoni fare. Edhe jemi gati, e fikit tashmë. Kontrollojmë qumshin. Qumshi na ka kaluar pak fare. Dhe kemi gati dhe qumshin. Tashmë ja, do shtem qumshin këtu. Tashmë unë kam 1 minutë tjetër. Do e lëm të tillë. Për pak momente. Është pak është nxehtë, ka kaluar pak fare. Pak fare. Në këtë rast do e shtoj në myt më njerëzshëm. Por aman, procesi i frusës do jetë gjatë gjithë kohës. Po krija kokriza beshameli? Çfarë ndodh? Nuk arrihet të dalë formati i dëshiruar. E shikoni? Shikoni si ulit? Absolutisht çdo gjë tjetër pastaj janë le të themi gabime. Normalisht për tavën që kemi sot neve do ta hollojmë pak më shumë. Kjo ndikon më shumë në shije, por pak fare në ngjyrë. Krip. Piper. Këto janë 4 ingredientet që preferohen në çdo moment faktorë të shtohen. Por duhet razuar dhe njëkohësisht pak shpejt sepse veza në temperaturë të lartë mund të na prihet dhe po u pre veza dihet se mund të kemi probleme. Nga krau aty do merremi pjesën e patateve, siç e tham. Do duam që të japim pak formë patatës. Edhe qofse i çojmë dëm, më thaj za, sepse asgjë nuk shkon dëm. Pa çuar shumë dëm produkt, e kemi një format të caktuar dhe prerja aty do të jetë e tillë. Po do të jenë gjitha një lloj. Ndërkohë, valbionin ndez vatën e parë aty, ndez vatën e parë për të kaluar qepët imët. Kështu do rreshtohen dhe tek pjesa e tavës. Razoj dhe pak. Ka krau tjetër kemi qepën. E tillë. Erdha. Okej? Erdha. Po. Po. Ma afro të një pjesë qepës? Po, vazhdo. Një pjesë kalojnë aty. Duke pasur kujdes që mos na digjen, po u dogjen, mund të kemi probleme të ndryshme. Duhet e holl, siç e shikojmë dhe nga kamerat, jo e trash. Jemi. Vetëm kujdes temperaturën. Ky është bazamenti i patatës. Siç i kemi bërë patatet, do shtojmë një sasi kripe në bulitor, pra në pjesën aty ku do zihen, deri në fazën 20%. E trazojmë mirë. Dhe më pas i shtojmë ato. Nga krau tjetër kemi ujin e ftohtë për të bërë të mundur. Sikurse ndalimin e të ngatimit të zjerjes. Flasim në gjuhën e kuzhinës. Sa e tham temperaturën e furrës? Shtoj edhe tjera që ka ngelur, a?
Dashur miq, jemi gati për kaluar patatet që kemi dhënë një proces gjysmë zjerje në ujin e ftohtë me akull. Kemi shtuar dhe akull ke ujë i ftohtë për të mundur procesin e ndalimit të gatimit.
Mirëmëngjes dashur miq, siç po na shikoni ishim në bashkëbisedime sipër me nxënësit tan. Jemi në grupin e parë sërish dhe me një ditë tjetër të caktuar, siç është sot sallata Cezar. Siç e shikojmë të gjithë janë në vetë tyre të punës. Kemi ingredientet e posaçëm për të bërë të mundur këtë lloj mënyre siç ju tregova të zgarës, do pritet në këtë lloj mënyre. Holl, jo shumë e holl fare, por e tillë mënyrë dhe mbahet dora kështu. Po ta mbaj kështu mund të rrezikoj edhe prerjen e dorë, të gishtit. Por me tendencë nga sipër gjithkohës tu. Mbas gjithmonë të këtij lloji gatimi, nga prekja që kemi me filetën e pulës, gjithmonë lahen duart me ujë të nxehtë dhe me detergjent. Le të themi me ilaç duarsh. Për arsye sepse kontaminimi i saj bën të mundur të helmim me produktet e tjera. Okej? Pra një filet e pulës më ndar 4 fije. Kjo ndryshe mund të rrifet pak. Të tillë. Por bërë të mundur zbërthimin e indeve. Një endë të rrutën që të vendos letët. Po ta rrajmë ta bëjmë copash, çuna, edhe një herë. Kjo mund të ishte edhe mbushur, ë? Po, tani të vendosim mirë në pellikulë. E mbështjellim mirë. Edhe ansorët, shumë e rëndësishme. Dhe më pas vendosim dhe letrën e aluminit. Okej, ma edhe të. Që mos të ketë probleme në pjesën e saj. Me pjesën e zjerjes, që të ruhet sa më mirë. E qartë? E tillë, në të lloj formati. Si që shpjegova, ansorin aty, jo deri në fund, dhe vazhdojë nga krahu djathtë në të majtë. Një filetën, me kujdes. Po, shumë mirë. Kaloj pak tikë më lartë, pak më lartë. Bravo, ajo. Sa e fillon me hap dhe qik, dhe shi vetëm e re. Në basi kemi hapur filetën e pulës në role, kemi vënd ujë për të zjerë, kemi shtuar dhe kri, basi jetë shumë të madhe, dhe vendosim për të zjerë. Ka këtë moment, mund të shumë nga 15 dhe 20 minuta, por të zënë betimi dhe zjerën e plot të filetës pulës. E mbyllim me kapak sërish dhe rikthehemi më pas. Për të parë, andishni sepse do kalojmë tek filetja e pulës së zgarës. Pra janë dy mënyra që do të trajtojmë ditën e sotme. Siç po tregoja, jemi në momentin e dytë për sa i përket të produktit të zgarës. Pasi e thamë dhe pak më përpara pjesën e zjerjes së saj me produktet të caktuar, duke për formatin rrugë, tashmë është pjesë e zgarës. Do i kërkosim filetën e pulës në radhë. Pasi kemi rarë ato dhe vendosim në zgarë. Nuk duhet piper, sepse kemi thënë që mishi i bardhë i pulës nuk punon piper. Kava që dhe shumë mishi i bëjmë produtin e zgarës. Të gjithë nxënësit kanë darë të gjithë ingredientet me radhë, që është pegu, sallat, përzgjedhur, pomodorini, e të me radhë. Misri, kemi detajshëm të treguar. Dhe normalisht më pas duke i bërë në formatin julienne. Siç e kemi treguar edhe nga dita e dieshme, kemi përgatitur salcën Cezar, duke bërë një majonezë të saktë, siç shikojmë nga kamerat. Majoneza, baza majonezës kemi thënë që është vaj vegetal dhe të vetat e vezës, ka shumë receta të ndryshme që mund të gjendeni, por kjo është një mënyrë që neve preferojmë të zbatojmë ditën e sotme. Kemi salatën iceberg, kemi Cezarin të përfunduar, filetën e pulës në dy mënyra, misër, krutoncat janë tjetër buka e thekur, e vogël, kubike, herë amortizuar, dhe më pas do shikojmë her pas here se si do procedojnë dhe nxënësit tanë. Na ndiqni gjithë me radhë. Për të bërë një sallatë të tillë, nuk do të duhet më shumë se një lugë e tillë salce për të bërë mundur dhe marinimin. Me dorë. Vetëm duhet keni kujdes, lutem,
mos ta zbusni shumë sallatën, pra mos ta vrisni. Sa me leçëm. Okej, faleminderit Abdulrahman. Po shtoj salcën këtë djali. Marinimi duhet të jetë i lehtë. Po jo me dorë duke shkëputur fort, duke treguar edhe më atë mënyrë delikatesë. Është një nga sallatat të themi që mban vendet e para në restorante, sepse preferohet shumë, përveç faktin në kombinimet e tyre që ka. Djathën e preferoja e kemi gjendur në shumë mënyra të ndryshme, si në skalje, si në bord djathi. Unë të preferoja në të lloj mënyre që të jetë e pranishme të gjithë pjatën, duke mos pasur probleme të tilla, okay? Ja, shikojmë një pjatë përpara që kemi përfunduar, që është djali këtu. Unë do ta pres filetën e pulës në mënyrë julienne. Dhe është një sallatë që realisht konsumohet 1/2, 1/3, 1/4, jo më shumë, sepse dhe në mënyrë individuale është pak e rëndë, duke pasur gjithë të lloj ingredientesh. Në të lloj mënyre. 70 gram. Po, 70 gram. Ashtë jenë rrugë, s'ke nevojë për këtë. Mjaftueshëm. Pra, mund ta shpjegosh nga e para, sonit e njërë, me sallatën e iceberg, me krutoncat e curia. Sallatën e iceberg. Po? E marinuam me salsën Cezar. Më pas sotëm ingredientet e tjerë që ishin pomodorini dhe nisër. Më pas sotëm krutoncat. Krutoncat e kemi përgatitur më parë duke i tharë. Më parë duke i tharë në furrë, domethënë Me temperaturë të ulët. temperaturë të ulët me Procesin e zgarës për filetën e pulës. Domethënë filetuam filetën e pulës në fillim që e poqim në zgarë, më vonë e kaluam në formatin julian. Dhe para që të ke pjatë. Okej, dashur miq, në nga gjë tjetër veç të falenderojmë për vëmendjen që na kushtuat. Do na ndiqni të tjera live dhe bashkë mirupafshim. Mos harroni sepse kemi edhe mënyrën tjetër për të prezantuar.